dy sene nuk mund është mi ble. Kohën edhe shëndetin. Ti që nuk investon në veten tënde tani, aspektin financiar edhe shëndetësor, kostoja e shëndetit tonë ma vonë ka me të kushtu shumë ma shtrejt në spital. O, sa bukur e the. Po, edhe... Kuptove konceptin, e shumë e vërtet. Që ti nuk investon në shëndetin tonë. Nuk është e thonë ti mu shy shëndetshëm 100%, ose nuk është e thonë ti mu marr strikt në aspektin e sportit, ose me hiking, ose me fitness, ose me crossfit, ose me pilates, ose me çfarë do lloj sporti, basketball, futboll. Esenca është që ti me pas një konsistencë edhe një disiplinë brenda vetes ku mundesh me relaksu edhe me gjetë veten. Nuk është esenca me bë hobi, po thjesht me pas një konsistencë për veten tonë, për shkak se ti herë do kur do ki me pagu kostën e shëndetit tonë. Nëse nuk e pagun tash me disiplinë, ki me pagu më vonë me shëndet edhe me para. Njerëzit e harrojnë që krejt mund është mi blen këtë jetë, dy sene nuk mund është mi ble. Kohën edhe shëndetin. Kampionat e vërtet ushtrojnë me kampiona, ku transformimet reale nga ana e femrave dhe nga ana e meshkujve ndodhin. Kur momentin që ti punon së bashku me mu në online coaching, atëherë ki mu ka pjesë e ushtrosin një kampion. Platformë që është e përbërën pe meje në aspektin profesional, ku përfshihet regjimi ushqimor i dedikuar enkas për trupin tonë, për synimet e tua, regjimi i ushtrimeve me video, qoftë ajo home workout, qoftë ajo aspektit ushtarake, ushtrime në aspektin ushtarake, qoftë ajo me fitness, me bodybuilding, gjitha ekzekutohen nga ana ime duke pasur edhe kontaktin 24/7 me mu në WhatsApp. Kjo është platforma ushtrosi një kampion. Chelsea, tash po folim pa dorza, Chelsea në klientat e mi është konsistenca unë që e kam ata edhe mirë kuptimi që ata duhen me ditë që nuk më kajnë mua veç në aspektin si trajner, po edhe si shok. Qoftë ajo klient mashkull ose femër, gjë që mundën me nda dhe halën në aspektin e shëndetit, në aspektin ditor, si kanë kalu, qysh janë di, që ajo nështë e bënd veçantë punën që e bëjnë në aspektin e online coaching, me gjithë klientat anë mbanë botës. E kuptueshme. Lërdon, a u konë vështirë për ty, edhe pse është sot ma vështirë me kriju disiplinë? Besom që ma herët u ka ma vështirë. Apo? Për mendimin tem. Hajde. Sotit i kena variantet shumë atleta. Eksakt, ama najna të pritu, Unë për shembull atëherë nuk kam pas akses në rrjetet sociale, qysh kena tash, ose nuk kam pas akses në njohurinë e ushtrimeve, qysh kam tash një njohuri, pavarësisht që në ditë sotit gjitha janë në rrjetet sociale, po një person që është trajner, tash po dalim pi përzi pak temat për me dalë që audienca me kuptu ku e kam Chelsin, që nuk bën mi besu gjithse kujna që është trajner, edhe që është autodidakt, me thonë këtë fjalë, në aspektin e sporteve. Pse? Unë jam ai person që kom kalu çdo përvojë në aspektin e sportit. Kam qenë i holl, kam qenë i trash, kam pas përqindje yndyrnore të lartë, kam qenë me ligamente të këputura, jam kanë me body fat 5%, 20%, 30%, jam marrë me sporte tjera, e kom pa që është dinamika e jetës, jam mundu me strukturu jetën në njërë ma adekuate për vetën temë dhe për të mirën temë. Kështu që këtu kjo tema që nuk bën mi besu çdo kujna në aspektin shëndetësor. Besojnë një dikujna që ka kalu një përvoj, që ka kalu në këmbë që ti jetë ju kalu, edhe që ti dëshiron mu ka të paktën jo si aj, po mi kalu ato hapa, mi evitu hapat më shpejt. Mës me pësu pasoja.